Përshëndetje, po ndihni Virtual World, unë jam Jeta Kasemi, do të shohim së bashku disa nga momentet kryesore në botën virtuale, të cilat janë lajme të rëndësishme në lidhje me ngjarjet që do zhvillohen në vendin tonë, në fushatën elektorale dhe ngjarje të ndryshme në rang ndërkombëtar. E fillimisht do të flasim për Giro d'Italia, e cila për herë të parë do të zhvillohet në Shqipëri në 3 etapat e saj, të cilat do të përfshin Durrësin, Tiranën dhe Vlorën, nga data 9 deri më 11 maj do të jetë një festë e madhe ku rreth 180 ciklistë nga gjithë bota do të garojnë duke ndjekur në fakt edhe këtë korsie dhe këtë rrugë të vizuar, si duket edhe nga hartat e kësaj video e prezantuese të eventit të madh të ciklizmit. Giro d'Italia vjen në Shqipëri, një spektakël i madh i ciklizmit botëror. Nisjen e madhe në datat 9, 10 dhe 11 maj në Durrës, Tiranë dhe Vlorë. Kampion nga i gjithë bota, të cilët do të garojnë, por do të jetë le të themi edhe një dritare e hapur për të parë dhe bukuritë e jashtëzakonshme natyrore të vendit tonë. Durrësi, Tirana dhe Vlora do të shndërrohen në pistë garash. Dhe në përfundim të saj do të zhvillohen zgjedhjet parlamentare të 11 majit, fushata e së cilës vjon tashmë prej kohësh dhe videot e postuara në rrjetet sociale janë bërë le të themi integrale në kuadër edhe të fushatës elektorale të koalicioneve apo partive që marrin pjesë në garën e 11 majit, garën politike të rëndësishme të vendit tonë. E do të shohim disa nga videot e postuara vetëm në këto ditë, si për shembull një moment specifik ku Sali Berisha duket se shprehet kundrejt i-Albaniat, portalit online të shërbimeve për qytetarët, të cilën shpreh se në 100 ditët e para të udhëheqjes së tij si kryeministër i vendit, ai do ta shkrijë i-Albanian dhe do t'i rikthejë të gjitha shërbimet në zyrat, procese burokratike të stërgjatura tashmë të harruara në memorien e qytetarëve shqiptar që e kanë aksesin mjaft të lehtë nëpërmjet një klikimi në portalin i-Albania. Le ta ndjekim videon. I-Albania, kurthi më i keq i korave të Edi Ramës, se kjo merr fund 100 ditë të para. Në çdo rreth do kthehen të gjitha zyrat siç kanë qenë. Do të rikujtoj se këto janë edhe premtime të stilit alla Donald Trump, i cili në pikërisht diskutimet e tija publike dhe premtimet dhe shpalosjen e programit të republikanëve në fushatën elektorale shpeshherë përmendte 100 ditët e para të presidencës së tij, të cilët në fakt të përkojnë pikërisht me këtë datë që po ne jetojmë edhe sot në këtë të hënë 28 prill. Kjo video është edhe një ironizim nga kryesocialisti Rama, i cili e ka postuar në rrjetin e tij social në Facebook, Instagram dhe jo vetëm. Për të vijuar në fakt tek elementët politik dhe drejtuesi i Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili përgjatë fundjavës zhvilloi një takim elektoral me qytetarët në Kuçov, aty ku në fakt u befasua dhe u prit në një mënyrë të pazakontë nga disa vargje të thurura dhe një këngë që nuk i thuroi vetëm atij në fakt, sepse duket se ai është një element tashmë i konsumuar nga qytetarët shqiptar, po elementi të ri në fushatën e tij elektorale që është La Civita. Viene il doctor Sali Berisha, oh doctor Berisha, poi il Trinità da tutti stare. Teksa flasim për Partinë Demokratike dhe elementët e saj, si për shembull kandidatët të ndryshëm në listat të hapura të Partisë Demokratike për qarkun e Tiranës, specifikisht dhe drejtuesi FRBT-s Besar Xhaferi, duket se ka zgjedhur në fakt që të përmend sipas asaj që ai e cilëson mjaft normale, gratë duke përdorur ato si aksesor dhe duke dhënë një premtim kundrejt Edi Ramës. Le ta ndjekim këtë video. Do që ti marrësh gratë tona dhe t'ju bësh leksione. Nuk ti japi më gratë tona t'ju bësh ti leksion. Edi Rama, do që ti marrësh gratë tona... Një betim i pazakont nga Besar Xhaferi, i cili premton se nuk do japi Ramës gratë që t'i bëjnë leksione, duke i përdorur ato si aksesor, duke i përmendur, duke i cilësuar në këtë formë as pak të hishme. Teksa flasim për demokrat, shkojmë te koalicioni Euroatlantik dhe Euroatlantiku Lul Basha, që duket se është në një botë tjetër totalisht dhe vijon në fakt fushatën e tij elektorale me videon rrjetet sociale me dëshirën e madhe për të bërë viral, sepse duket në fakt se Lul Basha e ka vetë pranuar edhe është pavi mbreti i memeve në rrjetet sociale dhe për pasojë tashmë e bën mjaft evidente se e kalon kohën duke shfrytzuar edhe hobit e tyre dhe sigurohet në fakt që tregoj shënjetrën e jashtëzakonshme në bilardo. Bilardo në kofushate të Lulzim Bashës.
Duke kaluar pak kohë, duke luajtur biljard, duke bërë DJ-in në klubet dhe bizneset private të Tiranës, e duke i ftuar në fakt edhe qytetarët që të votojnë atë numrin 4, që sigurohet në fakt që simbolikën e cilës ta bëjnë në çdo video dhe shoqëron edhe me këngën ku të mbetën shokët komunikativit. Kjo ishte një përmbledhje dhe do të vijojmë në fakt edhe me një video tjetër për sa i përket elementëve të Partisë Demokratike në listat si kandidati i hapur i Partisë Demokratike është djali Fari Balliu Junior, i cili nëpërmjet një videoje bën premtime për rinin dhe të rinjt duke shprehur mos u largoni, po në krahun e tij ka vetëm thjesht një vajzë të re të cilës i shpreh se me Partinë Demokratike rroga mesatare do të shkojë 1.200.000. Ndjekim video. Atëherë, Nadia, jam këtu me Nadjen dhe do t'i bëjmë një pyetje. Nadja, ke menduar ti të largohesh në nga Shqipëria? Po normal të gjithë. Po, nëse rroga mesatare është 1.200 euro? Në muaj? Po, në muaj. Patjetër që jo. Atëherë, Nadja, shoqet dhe shokët e Nadjes mos largohen, voton numër 1. Jam këtu me Nadja. Kjo është edhe video e Klevis Balliut, i cili sigurohet që të jetë mjaft prezent dhe aktiv në rrjetet sociale dhe në llogaritë e tij si për shembull në Instagram. Mirë, flasim për të tjera informacione në rang ndërkombëtar për gjatë fundjavës të shtunën e 26 prillit ishte edhe përcjellja fizike për në banesën e fundit të Papa Franceskut Jorge Bergoglio, i cili u nda nga jeta në moshën 88 vjeçare dhe tashmë informacionet kanë dalë dhe është zbuluar dhe data e mbledhjes së konklavës. 7 maj është data kur rreth 240 kardinal do të izolohen në një godi në kapelën Sistine për të qëndruar aty deri në momentin që do të zgjidhet Papa i ri. Dhe kjo vjen menjëherë pas përfundimit të 9 ditëve të zgjidhjes kombëtare në Itali dhe në gjithë botën ku ka besimtar katolik që nderojnë dhe respektojnë edhe kujtimin e Papa Franceskut. Kardinalët janë rreth 135 që kanë të drejtën e votës për zgjedhur papën e ri, janë ata kardinalë të cilët 2/3 e tyre janë emëruar nga Papa Francesku në krye të kishave të ndryshme në gjithë botën dhe gjithashtu një pjesë të tyre janë përzgjedhur nga Papa Gjon Pali, por këta të fundit nuk kanë të drejtë votës për shkak të moshës së tyre mbi 80 vjeçare. Janë 8 pretendentët kryesor të cilët pritet në fakt që të jenë edhe në krye të kishës katolike të Shtetit Vatikanit dhe në udhëheqje të miliarda besimtarë katolik në gjithë botën. Duhet 2/3 e kardinalëve të bien në një mendje për zgjedhur dhe papën e ri. Le themi rreth 90 kardinal të votojnë të japin votën për njërin prej tyre. Janë 20 të cilët kanë të drejtën për qenë kandidatë për të votuar. 8 prej tyre janë më të favorizuar. 4 prej këtyre 8-ve janë italian, duke kujtuar se që për vitin 1978 në krye të kishës katolike nuk ka një pap italian me shtetësi dhe origjinë italiane, ndërkohë që gjithashtu në garën për qenë papa i ri, le ta quajmë atë garë, por më tepër një pretendent për qenë edhe në krye të kishës katolike është për herë të parë një pap me origjinë filipinase dhe 2 nga Afrika, të cilët në fakt do të vendosin edhe një gur themeli apo një pikë mjaft të rëndësishme të kishës katolike dhe do të krijonin ura të rëndësishme pikërisht me botën aziatike dhe atë afrikane, ku në fakt ka edhe një numër mjaft të lartë besimtarësh katolik. Një pjesë për tyre janë liberal, apo le t'i quajmë ata progresist, një pjesë për tyre janë konservator. Njëri ndër konservator cilësohet edhe kardinali i Hungarisë, i Budapestit, Erdo, i cili gjithashtu është në listën, le themi, të pretendentëve për qenë në krye të kishës katolike, është Pietro Parolin, i cili është me origjinë italiane, le themi ai është i pari në listë që pretendohet që mund të jetë edhe fituesi apo le themi i përzgjedhuri në krye të kishës katolike, pasi shpesh herë diskutohet për mënyrën se si bëhet votimi. Ky është një proces i cilësuar demokratik më sekretiv në botë dhe shpesh herë le themi krahasohet me votimet e botës demokratike në lidhje me udhëheqjen e vendeve të ndryshme të botës, por në aspektin shpirtëror ka një tjetër rëndësi dhe gjithashtu do të rikujtoja se mes tyre kardinalëve patjetër nuk u lejohet që të bëjnë fushat elektorale apo të bindin njëri tjetrin për të përzgjedhur, ata duhet të bien në një mendje se cili është më adapti për të udhëhequr edhe besimtarët katolike dhe kishën katolike dhe shtetin e Vatikanit. Gjithashtu, një tjetër person i cili pretendohet është edhe kardinali Filipinas, Tagle, i cili është edhe favoriti në botën virtuale për shkak të disa videove të cilat janë shpërndarë së fundmi dhe janë bërë mjaft virale, ku duket pikërisht kardinali Filipinas Tagle, i cili performon në mesin e besimtarëve në evente të ndryshme, si për shembull teksa e dëgjojmë atë në këtë video të këndoj këngën Imagine nga John Lennon, që i flet pikërisht një bote në paqe
paqe pavarësisht diferencave mes njerëzve, besimeve edhe qasjeve të ndryshme që njerëzit kanë. But I'm not the only one. I hope someday you'll join us. Takja është një ndër favoritët, por do të pritet më 7 maj, do të nisë edhe mbledhja sekretive dhe izoluar e rreth 240 kardinalëve, 135 prej të cilëve kanë të drejtën e votës, dhe pritet në fakt që pas 2 ditësh, pra rreth datave 9 apo 10 maj, të kemi edhe kreun e ri shpirtëror të kishës katolike dhe besimtarëve katolik në të gjithë botën. Si pas le themi edhe precedentit të kohës dhe të historisë për gjatë viteve, megjithatë në shumë media të ndryshme ndërkombëtare, ekspertët kanë shprehur se nëse do të shohim vonesa në le themi një shtyrje në kohë të përzgjedhjes së papës, tregon në fakt që ka një lëkundje mes kardinalëve dhe jo një dakordsi të plot për sa i përket edhe ideologjisë apo qasjes që kisha do të ketë në vitet më pas dhe për pasojë ka pasur të vështirë në fakt që të zgjedhin mes kandidatëve që janë mjaft të ndryshëm në qasjen e tyre. Pietro Parolin është është sekretari Papa Franceskut, është i përzgjedhur nga Papa Francesku, ka qenë pretendent edhe në konklavën e vitit 2013, është më i afërt i tij dhe ka le themi e ka marrë le themi edhe vulën e Papa Franceskut, njësoj si Tagle Filipinezi, kardinali filipinez që përmendëm. Megjithatë, për sa i përket qasjet të tij në disa pika kryesore, Pietro Parolin është më konservator se Papa Francesku, por le themi ka edhe një mbështetje maksimale, por edhe të besimtarëve në botën virtuale është mjaft e dukshme nëpërmjet komenteve që ata shprehin, pasi të gjithë kanë krijuar një interes të shtuar për sa i përket edhe konklavës, që është procesi i votimit më sekretiv në botë. Njëzet e 6 prilli në fakt ishte një ditë solemne, kur të gjithë bota pavarësisht ndasive fetare apo bindjeve dhe besimeve të tyre, përcollën Papa Franceskun një lideri, le themi, apo një imazh i mjaft i rëndësishëm për gjatë edhe viteve të udhëheqjes së kishës katolike për shkak edhe të deklaratave të tija shumta, një personazh i cili gjithashtu ka qenë mjaft prezent në narrativet dhe mesazhet e tij dhe që është përcjell dhe është ndjekur dhe funerali i tij solem nga e gjithë bota. Por syt patjetër ishin edhe në disa momente pikante që lidhen në fakt edhe takimet mes liderëve botror, siç edhe në fakt është cilësuar ky mort edhe ja ku pam. Pati një takim mes presidentit amerikan Donald Trump, presidentit Ukrainës Volodymyr Zelensky, me pjesëmarrjen e presidentit francez Emmanuel Macron dhe kryeministri britanik Keir Starmer, por informacionet e fundit deklarojnë se presidenti rus Vladimir Putin ka shpallur këtë të hënë një armpushim 3 ditor në luftën me Ukrainën muajin e ardhshëm për të shënuar 80 vjetorin e fitores së Bashkimit Sovjetik dhe aleatëve të tij në luftën e dytë botërore. Kremlini tha se armpushimi 72 orësh do të zgjasë nga fillimi 8 maj deri në fund të 10 maj dhe Rusia e bëri thirrje Ukrainës që të gjithashtu. Këto janë informacionet fundit lidhje me agresionin rus në Ukrainë. Është pra shpallja e armpushimit nga Vladimir Putin në kërkesë që Ukraina të bëjë të njëjtën gjë për gjatë datave 8 deri më 10 maj, ku do të atributohet se 9 maj është edhe parada e fitores, ku do të mbahet në fakt një ceremoni në Moskë. Donald Trump vetëm disa ditë më parë i bëri thirrje Vladimir Putin që t'i japi fund luftës. Ai shprehu se Zelensky është dakord që të lëshojë Krimen pikërisht në kuadër të negociatave të armpushimit dhe dëshirës për të sjellë stabilitet në rajon, në Ukrainë. Përpasoj duket edhe le themi ky vendim i presidentit rus Vladimir Putin i fundit në një thirrje për armpushim 3 ditor nga data 8 deri më 10 maj. Megjithatë, në imazhet që shohim në ekran do doja që të flisim për ata lider botror që ishin prezent në funeralin Lem, që u takua mes njëri tjetrit, por që në fakt nuk ruajtën protokollin e ceremonisë mortore të Papa Franceskut. Për shembull, presidenti amerikan Donald Trump zgjodhi që të vishej me blu, diçka e cila simbolizon edhe thyerjen e protokollit që supozohet të jetë një kostum i zi. Në krah të tij është zonja e parë Melania Trump, e cila e ka ruajtur, le themi, edhe kodin e veshjes, duke u veshur me të zeza për të mbajtur zi edhe në kuadër të ndarjes nga jeta të Papa Franceskut. Diçka të ngjashme në fakt e bëri dhe paraardhësi i tij, i presidentës shkuar, Joe Biden, i cili zgjedhi që të vendoste një kravat ngjyrë blu, gjithashtu duke e thyer në fakt edhe kodin e veshjes dhe protokollin për ceremoninë mortore të Papa Franceskut. Gjithashtu, në vazhdën e, le themi,
personave liderëve botëror që ishin prezent në ceremoni martore ishte edhe princi William Duka i Walesit, i cili përfaqësonte familjen mbretërore dhe babain e tij mbretin Karl III, i cili ishte veshur me blu duke thyer kështu protokollin. 3 personazhe që u komentuan dhe u kritikuan për zgjedhjen edhe ngjyrën që ata përzgjodhen në prezencën e tyre të shtunën në Vatikan. Dhe për ta përmbyllur shumë shkurt do të shohim edhe një informacion që na vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Colorado në kuadër të dëbimeve masive të administratës Trump. Ka qenë DEA amerikane, administrata e zbatimit të drogës, të cilët bastisën një klub nate për të arrestuar rreth më shumë se 100 emigrant të palishëm, të cilët gjithashtu ishin duke konsumuar lëndë narkotike, duke trafikuar lëndë narkotike dhe në klubin e natës që u bastis gjetën edhe prezencën e armëve të zjarrit. Këto janë edhe pamjet të cilat janë shpërndarë në rrjetet sociale. Agjenti i posaçëm i DEA-s Jonathan Pallen, i ngarkuar në Denver, tha se më shumë se 100 persona u arrestuan pas një hetimi mujor që përfshin klubin e Colorado Springs dhe më pas çojnë në bastisjen të shtunën mbrëmja dhe përgjatë edhe fundjavës ka qenë një ndër lajmet kryesore që na vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. U arrestuan në bazë të urdhër arresteve aktive shtetërore. Prokuroria e përgjithshme e Shteteve të Bashkuara Pam Bondi tha se numri i personave të arrestuar në bazë të urdhër arresteve ishte i tillë. Dhe me këtë informacion ne përmbyllim edhe Virtual Wars për ditën e sotme. Pra pikërisht edhe dëbimi i fundit masiv, i cili në fillim është një arrestim dhe më pas duke konkluduar në dëbimin e tyre të rreth 100 emigrantëve të palishëm në Colorado. Unë ju rikujtoj se mund të na gjeni në rrjetet tona sociale, ju ftoj ta ndiqni në webfaqen abc.al, gjithashtu edhe në radio në frekuencën 105 FM. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashkëmirëpafshim. Jetë për heqin! Pak të shirushëm, 9 grada!